Milo Seveni. Als burgemeester van Sint-Niklaas ben ik... Jam I lumtur që jam ftuar nga kjo shoqat që përfaqëson komunitetin shqiptar në qytetin tonë. Sint-Niklaas numëron rreth 83.000 banor dhe një pjesë e tyre është pjesë aktive e komunitetit shqiptar. Lidhja midis qytetit tonë dhe shqiptarëve mund të shihet përmes figurës së Nën Terezës, e cila është e njohur në mbar botën, por edhe përmes Shqipërisë dhe Kosovës, që janë destinacione gjithnjë më tërheqëse turistike. Bashkëshortja ime së fundmi ka vizituar Shqipërinë dhe ka folur me shumë admirim për përvojën e saj atje. Unë besoj se ardhmja e Shqipërisë dhe Kosovës është në Bashkimin Evropian dhe e mbështes plotësisht këtë rrugtim. Për komunitetin shqiptar këtu ekziston një sfidë e dyfisht. Nga njëra anë të ruaj dhe të përcjell kulturën e vet tek fëmijët dhe nga ana tjetër të integrohet plotësisht në shoqërinë tonë duke ndërtuar të ardhmen këtu. Kjo nuk është gjithmonë e lehtë. Disa humbasin gjuhën e tyre, disa të tjerë lidhin me shoqërinë. Prandaj është thelbësore të ruhet ekuilibri midis të dyjave. Shoqata Iliriata po përpiqet të ndërtojë pikërisht këtë ulidhse dhe unë uroj atyre shumë suksese në këtë mision të rëndësishëm. Door het massatoerisme eigenlijk om zeep geholpen, heel mooi. En inderdaad, zoals de vorige sprekers. Dank u wel allemaal. Ik had het niet voorbereid, maar ik wil jullie toch wel een klein woordje zeggen. Verstaan de meeste mensen Nederlands? Unë e mbështes plotësisht këtë nismë dhe qëndroj pas idesë që fëmijët shqiptar këtu të kenë mundësinë të mësojnë gjuhën e tyre amtare dhe të ruajnë kulturën e vendit të origjines. Besoj se kjo organizat mund të shërbesi një ulidhse midis shoqërisë sonë dhe fëmijëve të rinjve të komunitetit shqiptar. Ne të gjithë duam që fëmijët tanë të rriten në një mënyrë të sigurt dhe të zhvillohen në një mjedis që u ofron mundësi të barabarta. Shpresoj që prindrit të mund të gjejnë më lehtë shërbimet që ofron qyteti dhe që këto shërbime të mund t'i ofrohen prindërve kur ata përballen me vështirësi. Nuk duhet të mendojmë kur se jemi vetëm, sepse gjithmonë ka organizata dhe njerëz të gatshëm që të ndihmojnë kur lind nevoja. Dan is het niet evident en dan hebben mama's en papa's soms hulp nodig. En ik hoop dat jullie ons kunnen vinden en dat wij jullie kunnen vinden, dat we de brug kunnen maken om onze kinderen zo goed mogelijk groot te krijgen. Want dan